Dje u shënuan plot 18 vite nga tragjedia e Gërdecit ku humbën jetën 26 persona. E sot e kësaj dite familjarët e viktimave vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Shpërtimi në depon e municionit u cilësua si aksident nga qeveria Berisha, por hetimet ndër vite kanë treguar se pas atij shpërtimi fshiheshin shumë afera dhe përgjegjësi të tjera. Me krimin e SPAK u duk se më në fund do të vinte drejtësia e munguar. Prokuroria e posaçme mori në dorë dosjen dhe vendosi të hetoj Fatmir Mediun, ish ministrin e mbrojtjes, por teksa u duk sikur kishte një dritë në fund të tunelit të pandëshkueshmërisë, ajo dritë vazhdon të mbetet e largët. Çështja Gërdeci nisi zyrtarisht më 27 korrik 2021, kur SPAK kërkoi rihapjen e hetimit ndaj Mediut. Gjykata e shkallës së parë refuzoi këtë kërkesë. U desh ndërhyrja e apelit të posaçëm dhe e gjykatës së lartë për të urdhëruar marrjen e tij të pandehur dhe vazhdimin e procesit penal. Në shkurt të vitit 2023, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim Fatmir Mediun. Por sot janë zhvilluar mbi 50 seanca dhe ende nuk dihet se kur do të përfundojë ky gjyq. Procesi është kthyer në një maraton të qëllimshme pengesash, mungesa të vazhdueshme të avokatëve, mosparaqitje të dëshmitarëve dhe ekspertëve, si dhe udhëtime të shpeshta të pandehurit në Shtetet e Bashkuara, shpeshherë rastësisht pak ditë para seancave. Asnjë ndalim dalje nga vendi, asnjë paraqitje me forcë, asnjë mas përballë këtij sabotimi të vazhdueshëm të procesit gjyqësor. Pas çdo shtyrjeje zbehet një provë, devijohet një dëshmi, harrohet një fakt. Ky duhet jetë edhe qëllimi, të shtyhet pafund drejtësia derisa ajo të humbas vlerën e saj. Po flasim për një tragjedi me 26 viktima, mbi 300 të plagosur dhe miliarda euro dëme ekonomike dhe sociale, një ngjarje që tronditi opinionin publik, por që për sistemin e drejtësisë rrezikon të kthehet në një farsë procedurale. Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar ende nuk ka dhënë një shpjegim publik pse procesi nuk përfundon, ndonse për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ligji parashikon përfundimin e gjykimit brenda 4 muajve. E njëjta gjykatë që nxitoi të dënojë qytetar të zakonshëm për shpërdorim detyre për një tender apo një firmë, hesht përballë një dosje me 26 viktima. Ligji është i qartë. Për një akuzë të tillë, afati i gjykimit është 4 muaj. Sot jemi në 3 vite dhe ende nuk kemi një përfundim të procesit. Por çfarë drejtësi është kjo që i përkul kokën politikës, zvarrit pafund proceset dhe lë në pritje familjet e viktimave? Nga ana tjetër, edhe SPAK ka ngritur pritshmëri që nuk janë përmbushur. Kur dërgoi për gjykim Mediun, institucioni njoftoi se gjatë hetimeve ishin kryer veprime edhe për procedurën e shitjes së municioneve nga Ministria e Mbrojtjes dhe ndërmarrja Meiko drejt kompanive të huaja Evdin Ltd në Kipro dhe AEY në Florida. Sipas SPAK, për këtë episod, hetimet nuk kishin përfunduar dhe ishte regjistruar një procedim i veçantë penal për korrupsion të funksionarëve të lartë dhe pastrim parash. Me pak fjalë, SPAK premtoi të shkonte tek thembra e akilit e kësaj çështjeje, trafiku i municioneve. Në këtë histori është përmendur edhe Shkëlqen Berisha, djali i kryeministrit Berisha, për cilin ndër vite kanë ekzistuar akuza dhe dëshmi për fshirje dhe nga burime në SBA. Megjithatë, deri më sot nuk ka patur zhvillime konkrete në këtë drejtim, ashtu si për 21 janarin, edhe për Gërdecin. Shumë kush sot pyet nëse drejtësia do të arrijë ndonjëherë deri në fund, sepse pas 18 vitesh familjarët e viktimave vazhdojnë të presin të njëjtën gjë, drejtësi.